Që nga mbrëmja e sëntes e deri mëngjesin e sotëm, moti i ngrohtë me diell u ka lënë radhën rreshjeve, nga ku Drejtoria për çështje hidrometeorologjike ka njoftuar se moti gjatë ditës së sotme do të jetë me vranësira dhe i freskët, me rreshje shiu të herpashershme mjaft të bollshme deri me mbi 30 litër për metër katror. Ndërkaq për temperaturën ditore, ata theksuan se do të jetë në intervalin prej 11 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa në malet më të larta në veri perëndim potencohet se deri në fund të ditës pritet që të ketë edhe rreshje të lehta bore të herpashershme. Drejtoria për çështje hidrometeorologjike informoi se pasdite dhe gjatë natës do të fryjnë erëra mesatare deri të forta veriore, mbi 60 km/h. Tutje ata theksuan parametrat e motit për Shkupin, të cilët do të jenë po ashtu me vranësira dhe rreshje shiu, her pas here më të rrëmbyeshme. Do të fryjë erë lehtë deri në mesatare dhe her pas here erë fort nga veriu në disa pjesë të luginës në pasdite. Ndërkaq ditët në vijim do të jenë me mot kryesisht të qëndrueshëm. Veçanërisht e shtuna dhe e diela gradualisht do të rikuperojnë temperaturat. Temperaturat e ulta do të na shoqërojnë vetëm gjatë mëngjesit deri të hënën, ndërsa temperaturat e ditës do të rriten gradualisht. Nga mesi i javës së ardhshme do të ketë paqëndrueshmëri lokale me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima.